Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është dita e shtunë, data shënon 20 dhjetor 2025, është dita 354 e vitit. Deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur vetëm 11 ditë. 11 ditë në 2025, pastaj kemi 2026 të para. Dielli sot do të lindë për 3 minuta, në 7:03 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 16:14 minuta. Gjithsesi jashtë është zbardhur, nuk është se është zbardhur, vetëm dielli nuk ka dalë ende. Edhe 2 ditë të tjera do të jemi me këto kushte derisa të ndodhë solstici i dimrit, dimror, më 22 dhjetor, më pas dita do fillojë të zgjatet për të arritur kulmin e saj në fund të muajit mars, kur ndrohet dhe ora dhe pastaj do të kemi ditën e gjatë. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat. Në pjesën e tretë do të jemi me mjekun ginekolog Shkëlqim Balili, ku keni mundësi që të bëni dhe pyetjet tuaja për lidhje me shëndetin tuaj. Por si zakonisht do ta nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama fillimisht. Këshilli i mandateve, imuniteti i Ballukut, Partia Socialiste kërkon kohë, SPAK, urgjente, mund të kryej krime edhe më të rënda. Debatet, 5 orë debate dje në Këshillin për mandatet dhe imunitetit nuk mjaftuan për të vendosur datën e mbledhjes së radhës mbi kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Prokurorët e SPAK kërkuan shqyrtim të shpejtë duke e konsideruar çështjen urgjente, pasi ministria mund të kryej krime më të rënda. SPAK kërkoi 3 deri në 5 ditë kohë, por PS-ja shtyu mbledhjen deri në nisjen e sesionit të ri parlamentar. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës për sot vjen nga suplementi i Panorama Plus. Sot është ditë e shtunë, bashkëngjitur me gazetën Panorama, keni suplementin pa asnjë kosto ekstra me lajme nga Botaroz në Shqipëri dhe jo vetëm nga faqja 13 deri në faqen 20, personazhe, foto ekskluzive, intervista e të tjerë. Kryetitulli: Kush janë partnerët e futbollistëve dhe jeta e tyre mes luksit. Roza ndahet nga Gjonatani. Nora rikthehet te Roberti, karrierat e ngecura i bëjnë bashk. Personazhi intervista e Beskallakut shqetëson fansat, shkak gjendja e aktorit. Këto dhe shumë tituj të tjerë i gjeni në brëndësi nga faqja 13 deri në faqja 20 gazetës Panorama ditës sotme. Tituj të tjerë: Kur krimi hyn në sistem, akshi dhe kërcënimi për sigurinë kombëtare, kush i mbron të dhënat shtetërore? SPAK zbulon skem kriminale, Birn, akshi në hijen e krimit. Në faqen 4, materiali i plot. Investimet, fokusi i bankës së Bashkimit Evropian në Shqipëri, Flec dhe Konçini. Kompensimet ATP hap aplikimet për ata që preken nga ndërtimet, lista e përfituesve e gjeni në faqen 10 gazetës Panorama ditës sotme për gjithë interesuarit që janë në proces të kthimit, kompensimit pronave apo marrjes parave. Ekspozita nga arkivat austriake, vin imazhet e rralla të Aleksandër Mojsiut. Në faqen 12. Shohim dhe hapësirën opinion. Adri Nurellari shkruan: Shqipëria dhe strategjia ere amerikane e sigurisë. Dr. Jorgji Kote, kompromis historik për fatet e Europës dhe Ukrainës. Rafael Floqi, Skënderbeu grek ose si të bëhesh grek pa e ditur. Në faqet 22 dhe 23 analiza e plot. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, gazeta Panorama, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, sot bashkëngjitur me të pa asnjë kosto ekstra dhe suplementi Panorama Plus. Ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, është Radha e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Në Shqipëri, politika po rend pas pushtetit dhe paras, jo pas vlerave. Flet mjeshtri i madh Gzim Tushi. Globalizmi ka zbeur zakonet e mira dhe vlerat pozitive të trashëguara, pasi shoqëria jonë është në kushtet e reja të modernitetit, si shoqëri, por me dimension social të kufizuar. Në këto 3 dekada të jetës demokratike janë shfaqur densitetet e reja fizike, zakonore e sociale që nuk ruajnë traditën, duke mbajtur një qëndrim nihilist ndaj vlerave tona të trashëguara në shekuj. Shoqëria jonë po përjeton kriza të reja, të cilat janë një nga faktorët social
që e kanë bërë kohën të vështirë për të orientuar. Në faqet 10 dhe 11, materiali i plotë. Raporti sekret i shërbimit jashtëm të SBA, dosier, si u vendos misioni special amerikan në Tiranë, letra për sekretarin e shtetit më 7 prill 1945, vlerësimi për Korçën, qëndrimi për Harry Fultz, makina e Enverit dhe heshtja e opozitës, letra e ambasadorit për Enverin dhe si i komisioni nga Shqipëria, ja ditari plot në faqet 14 dhe 15. Tituj të tjerë nga Gazeta Telegraf. Kryeministri Rama, monitorimi i ambienteve të shkollave me kamerat inteligjente duhet garantoj sigurinë në 4 anët e vendit. Korporata e investimeve shqiptare shpërblen veten me 40 milion lek, agallarët e bordit marrin 25 milion lek shpërblime, 15 milion për ekspertët e jashtëm. Presidenti Bajram Begaj pritje me gazetarët me rastin e festave të fundvitit. Media rol kyç në ruajtjen e demokracisë së një vendi. Faqen 2, materiali i plot. Kryeministri Rama ndëshkim për ata që kanë mbyllur syt, skandali, ndërhyn për interesa klienteliste në investimet rreth 1 kilometër larg autostradës së Vorës, duke prishur servityti në pronë private, e bllokuar tombinat e shkarkimeve të ujit, duke paralajmëruar përmbytje të sigurt të autostradës, siç ndodhi 9 vite më parë. Flet ekspert Taulanti i Bashkisë, jo për sfak e kryeministrin, por edhe në Hag të shkoj. Nuk më ndjen, ja provat e abuzimit. Sociale afera bankers, ja si kuqedra e Nën Tokës largohet nga Shqipëria pasi glabroi miliona euro dhe nuk pagoi punëtorët. Rruga Maliq-Lozhan, 14 milion euro shëmbet një vit pas inaugurimit. Mjeku në familje, ja 6 kurat kundër gripit dhe ftohjes për të nxitur sistemin imunitar, ushqimet e dobishme për zemrën, bllokimin e aortës, veshkave dhe si të parandaloni diabetin në faqet 16 dhe 17. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme. Te Gazeta Sot shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. SBA list tjetër me 9 grata dhe bllokim vizash. Politikan, biznesmen dhe pronar mediash në listën e Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë dhe Ballkanin. Oligarku Allajbeu në Telashe dyshohet se Home Office ka dhënë urdhër të mos e lejojnë të shkelë në Mbretërinë e Bashkuar. SPAK do arrestimin e Ballukut, shtyhet pa datë, mbledhja e Këshillit të Mandateve. Deputetët marrin dosjen me 10.000 faqe të zëvendës kryeministres, akuzat forta mes palëve. Ja pra paskenat e përgjimeve me Berberin, si i shpërndau me dorën e saj Belinda Balluku për t'i bërë presion Edi Ramës dhe Bolinos. Belinda Balluku e aftë të kryej krime të rënda, akuzat e SPAK konfirmojnë se dyshi i qeverisë është kriminale e rrezikshme. Grabitja e shekullit, Jasi Rama u dha pa tender arabo-kinezëve, privatësinë e shqiptarëve, $120 milion kredi për kamera dhe survejime nga arabët. Tituj të tjerë, shteti digital i kapur nga mafia, drejtuesit e Akshit në akuzë si grup kriminal, të dhënat e shqiptarëve në kërcënim serioz, ndizet alarmi pas aksionit të SPAK, rrezikohet siguria kombëtare. Skandali, 2 çuna tezesh, njëri ministër, tjetri zëvendës ministër në të njëjtën ministri, si i zhvendosi Edi Rama pirovëngun dhe kushëririn e tij nga Porti i Durrësit dhe kompanisë së kullave Alabar te Ministria e Mbrojtjes. Në faqen 10. SPAK mbyll hetimet për aferën mafioze të Kesh, Benet Beci paraqitet para prokurorëve special, gati t'i komunikohet akuza.
si telefoni i gruas së Evis Berberit fundosi kryebashkiakun e Shkodrës për tenderin 834.000 euro. Në faqen 7, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Me sa duket kemi munges të gazetës Dita, besoj se do rikuperohet shumë shpejt dhe ditën e hënë do ta kemi sërish. Do t'jemi tani me një gazetë letrare, kulturore, e përjavshme, Gazeta Nacional, shohim titujt kryesor të saj. Shënterini i Butrintit, martiri i hershëm i krishterimit në epirin e vjetër shqiptar. Shënterini, figurë enigmatike e krishterimit të hershëm i lirë. Një shkrim nga profesor doktor Luan Përzhita. Kush u afsheh historinë shqiptarëve, del në dritë dokumenti i rrallë i Vatikanit. Grekët antik ishin thjesht Ilir, Akean, Atik, ose Ilirët e Jugut, nga kërkimet e gjuhëtarit dhe filozofit Albert Vlash Nikola, Bruksel, në brëndësi. Tituj të tjerë, historiku i panajirit të librit Shqip në SBA, organizuar në 24 vjet nga shoqata e shkrimtarëve shqiptaro-amerikan. Panajiri i parë u organizua më 4 qershor 2009 në Monroe College, një shkrim nga Adnan Mehmeti. Vepra e Vilhelme Vrana Haxhiraj, letërsia e ndaluar, letërsia e rikthyer, letërsia e rezistencës morale, në 81 vjetorin e lindjes së shkrimtares disidente, një shkrim nga doktor Muj Buçpapaj. Editorial SBA merr në mbrojtje Kosovën si garanci strategjike, nga Beqir Sina, New York. Lahuta dhe lidhja e saj e ngushtë me eposin e Kreshnikëve, nga akademik Gjovalin Shkurtaj. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Nacional. Për ditën e sotme, ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazetë e përditshme, shtradhat e përditshme më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor saj për ditën e sotme. Klasikja, ilaç shërimi për Tiranën dhe Vllaznin. Në Selman Stërmasi përballen 2 nga skuadrat më të vjetra të superiores. 2 klubet duan të dalin nga kriza. Kryeqytetasit kanë 10 javë agjërim. Në faqet 8 dhe 9, materiali i plot. Krye artikulli i Panorama Sport, skandal me grushte, vetëm nga një pikë në luftën e Vlorës. Ndeshje për infarkt në stadiumin Flamurtari, barazim në minutën e 97, por sfida ishte nga ato të papërsëritshmet. Loja ndalet për 22 minuta, sherr mes lojtarëve, tifozët që hynë në fushë dhe i bashkohen boksit. Teuta braktis ndeshje, ndërsa gjyqtari urdhëron në zbrazjen e tribunës përballë dhe më pas nis loja. Në faqen 6, materiali i plot. Egnatia Partizani, kampionët marrin Kreun, ulin me këmbë në tokë Kërnajën. Dinamo Vora 2-1 blut triumf me përmbysje, Bardhi nuk mjafton. Bylis Elbasani, Gvozdenovic do pik, jo sa i pret me all-in. Faqen 7, Kombëtarja Salihi, e besoja realisht se mund të kualifikoheshim. Në faqen 23. Kategoria e parë mbyllet viti ja duelet që ndajnë zonat në të parën. Java e 17 e kategorisë së parë, sot luhen takimet luftëtari Pogradeci, Korabi Burreli, Kastrioti Lushnja, Apolonia Laçi, ndërkohë që nesër luhen 2 takimet e tjera, Besa Iliria dhe Kuksi Skënderbeu. Kategoria e dytë luhen gjithashtu ndeshjet e javës së 11, grupi A, Erzeni Velenciku, Gramshi Sopoti, Tërbuni me Basania, Beslidhja me Naftëtarin, Luzi 2008 me Adriatikun dhe Shiroka Shpushim. Ndërkohë në grupin B, Tomori Delvina luhet sot, ndërkohë nesër luhen takimet e tjera, Butrinti Oriku, Këlqyra Partizani B, Eagle Shkumbini, Devolli me Maliqin dhe Bylisi B është Pushim. Formula 1, Ferrari analizon dështimin, Vassar je gabimi me Hamiltonin.
Ndërkohë tituj të tjerë Ustaj Turk i qitjes, Dikeç, s'kam prekur pistolet deri në 28 vjeç. Superkupa e Italisë, Bologna në finale, Interi eliminohet me penalti. Napoli-Milan, Allegri ofendon Realin, rrezikon dëshkimin. Anglia, Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, special që 17 vjeç. Titulli i fundit vjen nga Spanja, Flik Barça në muajin e mjaltit. Kontrata e re gati në faqen 19. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në Shqipëri. Ndërkohë ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Këshilli i mandateve, imuniteti i Ballukut. Partia Socialiste kërkon kohë, SPAK, urgjente, mund të kryej krime edhe më të rënda. Debatet, 5 orë debate dje në Këshillin për mandatet dhe imunitetin nuk mjaftuan për të vendosur datën e mbledhjes së radhës mbi kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Prokurorët e SPAK kërkuan shqyrtim të shpejtë duke e konsideruar çështjen urgjente, pasi ministria mund të kryej krime edhe më të rënda. SPAK kërkoi 3 deri në 5 ditë kohë, por PS-ja shtyu mbledhjen deri në nisjen e sesionit të ri parlamentar. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plotë. Kryeartikulli i Panoramës për sot vjen nga suplementi Panorama Plus, i cili, si çdo të shtunë, vjen bashkëngjitur me gazetën Panorama pa asnjë kosto ekstra, nga faqja 13 deri në faqen 20 me personazhe, titull ekskluziv, foto nga paparazzi, intervista e të tjerë. Kush janë partnerët e futbollistëve dhe jeta e tyre mes luksit? Roza ndahet nga Gjonatani. Nora rikthehet te Roberti, ka ndarje por ka dhe bashkime. Karrierat e ngecura i bëjnë bashk. Personazh, intervista e Beskallakut shqetëson fansat, shkak bëhet gjendja e aktorit. Këto dhe shumë tituj të tjerë, ndarje, bashkime e të tjerë, i gjeni në brendësi nga faqja 13 deri në faqen 20 të gazetës Panorama ditës sotme në suplementin Panorama Plus. Shohim tituj të tjerë nga gazeta Panorama. Kur krimi hyn në sistem, akshi dhe kërcënimi për sigurinë kombëtare, kush i mbron të dhënat shtetërore? SPAK zbulon skem kriminale, Birn, akshi në hijen e krimit. Në faqen 4, materiali i plotë. Investimet, fokusi i Bankës së BE-s në Shqipëri, flet Dekonçini në faqen 8. ATP hap aplikimet për ata që preken nga ndërtimet, lista e përfituesve në faqen 10. Për gjithë ata që janë në pritje e kompensimeve, mund të shihni sot listën gazetën Panorama nëse jeni dhe ju. Ekspozita nga arkivat austriake, vin imazhet e rralla të Aleksandër Mojsiut, detajet i gjeni në faqen 12, shohim dhe hapësirën opinion. Adri Nurellari shkruan, Shqipëria dhe strategjia e re amerikane e sigurisë. Dr. Jorgji Kote sjell, kompromisi historik për fatet e Europës dhe Ukrainës. Rafael Floqi sjell opinionin e fundit, njëkohësisht dhe titullin e fundit nga gazeta Panorama për ditën e sotme, Skënderbeu grek, ose si të bëhesh grek pa e ditur, dhe të plotë e gjeni në brendësi. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, gazeta Panorama, gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend, bashkëngjitur me të sot edhe suplementi Panorama Plus pa asnjë kosto ekstra. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak me telefonata në studio.